Prokuroria e Elbasanit ka kërkuar 3 masa sigurimi arrest në burg për punonjësin e policisë së burgjeve Ndriçim Kroi, familjarën e të paraburgosurit Esmeralda Komici dhe i paraburgosurit Gerald Stamolla, të cilët u arrestuan një ditë më parë pasi fusnin drogë në burgun e Elbasanit. Ndaj tyre prokuroria ka ngritur 2 akuza, prodhim dhe shitje e narkotikëve dhe futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale. Siç shpjegon akuza e Elbasanit, Ndriçim Kroi, për të kamufluar aktivitetin e tij të kundralishëm, ky shtetas, gjatë orëve që nuk është në punë, është shitës ambulant në qytetin e Elbasanit dhe shet telefonat të përdorur dhe sende të tjera me vlerë. Në vendin ku shet, merr porosi nga të afërmit e të paraburgosurve dhe ju sjell në IEVP të Elbasanit. Në vijim të verifikimeve të kryera, është marrë dhe administruar e dhëna sa i furnizon me lëndë narkotike të burgosurit e burgut të Elbasanit. Më pas, shitja dhe shpërndarja e lëndës narkotike bëhet në regjimin e brendshëm nga të paraburgosurit. I arrestuar Ndriçim Kroi, futjen e drogës në regjimin e brendshëm e bënte gjatë marrjes së shërbimit të turnit të tretë dhe ditën e shtunë dhe të diel, ku në institucion nuk ka personel të administratës. Nga hetimet dhe përgjimet e prokurorisë së Elbasanit, përfshirë përgjime telefonike dhe ambientale, vëzhgime, dokumentim filmik, veprime stimuluese dhe akte ekspertimi, rezultoi se në kryen e këtij aktiviteti ai bashkëpunon me shtetasen Esmeralda Komici, e cila e paguan për të fundur lëndë narkotike në burg. Shumat variojnë nga 100 deri në 200.000 lekë të vjetra. Kjo shtetase tregon se si i dashuri i saj, i identifikuar si Gerald Stamolla, shet lëndë narkotike në IEVP-n e Elbasanit me çmime të ndryshme.